Protagonist të skenës së teatrit Zini Sako mbrëmjen e djeshme u bën student të Universitetit të Gjirokastrës, të cilët sollën të ardarë si shfaqjen Kur mungon fjala. Nëpërmjet historisë së verës, një re që përballet me dhunën dhe gjykimin brenda familjes, shfaqja solli për publikun një realitet që nuk është i largët. Në skenë u pasqyrua mënyra se si dhuna ushqehet nga heshtja nga frika dhe nga pranimi i saj si pjesë e jetës së përditshme. Vepra u realizua me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër në bashkëpunim me Universitetin e Qrem Çabej në regjinë Marsias Lilës. Është një plagë shumë e madhe sociale, dhuna, nuk është vetëm tek femrat, por është kudo. Është tek fëmijët, është tek të gjithë, kudo që ndodhet, se po flasim më shumë për dhunën psikologjike se sa të fizike. Fizikja është rezultat gjithmonë. Por gjërat nisin, siç thot Shakespeare, tragjedit filloj nga loja, dhe dashur pa dashur bien në kursin e njerëzve që intrigën e kanë mjet jetese, apo siç edhe shfaqja si personazhi i Blerimit që e karakterizon këtë fenomen. Është një shfaqje që i flet të gjitha komunitetet, të gjitha trebave shqipfolse, sepse Bleri është edhe një fenomen global, por ndoshta ne në Shqipëri e kemi dhe çik dhe nuk është trajtuar si fenomen dhuna, dhe nëse nuk do arrim të zgjidhim dot komunikimin, mirë kuptimin me njëri tjetrin, besoj se nuk do arrim asnjë, nuk do hedhim hap për asnjë objektiv apo qëllim që kemi në jetë. Për organizatorët, teatri mbetet një hapësirë ku arti nuk shërben vetëm për të treguar histori, por edhe për të hapur diskutim mbi plagë të shoqërisë. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, për mua ishte hera e parë, nuk kisha eksperjenca të mëparshme, kishte pak ankth, pak stres, por që puna ka qenë shumë e mirë, kemi punuar shumë për të arritur këtu ku ishim sot. Edhe jam ndihmuar shumë si nga regjia, si dhe nga aktorët e tjerë, që më kanë ndihmuar që të futem në personazh, sepse e kisha shumë të vështirë në fillim, duke qenë se dhe herë e parë, eksperjenca e parë. Edhe jam shumë e kënaqur, thonë se ishte e shkurtër në përmbajtje, ka një mesazh tepër të fortë që është ai i dhunës në familje. Është pikërisht, unë kisha pjesën e rolin e nënës, në fakt që është një grua që e ka institucionalizuar dhunën dhe e ka pranuar atë si tepër të natyrshme, dhe në këtë linjë janë edhe të gjitha gratë e kësaj pjese. Dhe është pikërisht ky mesazhi që kërkon të përcjell pjesa, që ka një moment në jetë kur gruaja duhet të ngrejë zërin dhe t'i thotë jo dhunës, t'i thotë mjaft më, dhunës në familje nga babai, dhunës nga bashkëshorti, apo çfarëdo lloji dhune tjetër. Në fakt është një fenomen social tepër i ndjeshëm në shoqërinë e sotme dhe i pranishëm, pavarësisht emancipimit të përgjithshëm që mund të ketë arritur familja. Sërish ne kemi shumë familje ku dhuna është tepër evidente dhe e dukshme. Përtej skenës, shfaqja la mesazhin e qartë se dhuna nuk bëhet më e vogël kur nuk flitet për të. Përkundrazi, heshtja është ajo që e mban gjallë.